Të dashur nxënës, bullizmi nuk është i pranueshëm në shkollën tonë. Le të tregojmë respekt, mirësi dhe mbështetje për gjithë ne për njëri tjetrin. Nëse shihni diçka që vëllezot apo apo pesëtorët, të lutem në raportoni te aktorët prezes për shkollën tonë. I lutem të gjithë nxënët të dashur të krijoni një ambient motivues, miqësor dhe me respekt në jetën. Le të krijojmë një ambient motivues dhe të rreth për gjithë aktorët e shkollës tonë. Prandaj kujdes, trajtim miqësor me një tjetrin. Miqësia ndërtanura, bullizmi i rënë ato, zgjedh të ndërtash, jo të shkatërash. Çdo shkollë, çdo ditë dikush mund të dihet vetëm. Bullizimi nuk fillon gjithmonë me fjalë, ndonjëherë fillon me heshtjen tonë. Bullizmi është një sjellje e qëllimshme që lëndon një person fizikisht ose emocionalisht. Ai zakonisht përsëritet me kohë dhe krijon një ndjenje frikë, turp ose pasiguri tek viktima. Bullizmi mund të ndodhë në shumë forma, me fjalë, me veprime, me përjashtim nga shoqëria, në rrjetet sociale ose edhe me thashëtheme. Asnjë formë e bullizmit nuk është çaka. Çdo fëmijë meriton të ndihet i sigurt, i respektuar dhe i pranuar. Mos hesht kur shet dikë që lëndohet. Thjesht jam mbështet për bullizmin, jo për viktimen. Bëhu zëri që dikush nuk e ka. Mund ta ndalim bullizmin, sepse shkolla jonë është vendi ku respektojmë, mbështesim dhe rrim së bashku. Çështja e vogël mund të shërojë një zemër të lënduar. Një fjalë e mirë mund të ngritë dikë që ka humbur besimin. Andaj bëhu drita dikujt. Mos hershni, nëse shihni dikush që po lëndohet, përjashtohet apo ngacmohet, reagimi juaj mund të bëjë ndryshim. Kërkoni ndihmë tek personat tuaj më të afërt ose tek personeli i shkollës, drejtori i shkollës, psikologja e shkollës, mësimdhënësit dhe kujdestari i klasës. Të kërkosh ndihmë nuk është turp, është përgjegjësi dhe guxim. Secili prej nesh ka fuqinë të bëjë ndryshim. Duke zgjedhur mirësinë, duke ngritur zërin kur shohin padrejtësi dhe duke ofruar mbështetje për ata që ndihen të vetëm. Ne krijojmë një shkollë ku secili ndihet i sigurt dhe i respektuar. Kujto se ne nuk po rrisim robot që s'ndjejnë, por po edukojmë fëmijë që duhet të mësojnë, të kuptojnë, të respektojnë dhe të ndihmojnë.